emisionit Medicina, Spitali Amerikan. Të nderuar zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni pranë televizionit Apollon, pra pranë ekranit të televizionit Apollon. E pra nisim sot puntatën e re të emisionit Medicina. Kemi paksa një ndryshim kohor pasi nga mërkura për efekt mjekëve që kemi të ftuar në studio. Emisioni do të bëhet çdo të premte. Sonte flasim pikërisht për sëmundjet ortopedike, për shërbimet ortopedike që kryen pranë Spitalit Amerikan, pra për gjitha shërbimet ortopedike të cilat u jepen klientëve të cilat vijnë pranë Spitalit Amerikan. Për të folur për këtë më gjerësisht dhe në mënyrë më specifike dhe për të përgjigjur dhe pyetjeve tua në rast se do të kemi në pjesën e dytë të këtij emisioni nëpërmjet telefonatave drejt për drejt, sonte në studio kemi të ftuar doktor Elvis Sota, një mjek me studime dhe specializim në Rusi. Doktor mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne sonte në studio. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit që pranuat të vini sonte me ne në studio për të folur për sa i përket fushës së ortopedisë. Pasi ju jeni një mjek në mos gaboj dhe i specializuar në fushën e ortopedisë. Me studime dhe specializime në Rusi. Po, kam kryer studimet e larta në qytetin Rostov, mbi Don, që quhet zyrtarisht në Federatën Ruse. Jam kthyer para pak kohësh në Shqipëri, punoj pranë Spitalit Amerikan. Spitali Amerikan më duk zgjedhje e dur me aparaturat, me stafin për një shërbim ortopedik të mirë fillt, i cili njihet sot. Po, sigurisht, Spitali Amerikan aty ka një mjek më të specializuar, ashtu si dhe ju jeni tashmë i pranishëm pranë Spitalit Amerikan, me një specializim besoj perfekt. Dhe një gatshmëri për të përgjigjur të gjithë pacientëve që aty janë të pranishëm. Po, Spitali Amerikan, shërbimi ortopedik në Spitalin Amerikan për të gjithë që janë të interesuar është një shërbim që tani ofrohet çdo ditë, pasi më përpara ka pasur thjesht konsulta një herë në javë. Spitali Amerikan i ofron të gjitha mundësitë, duke filluar që nga rentgeni të diagnostikimit të sëmundjeve, që nga rentgeni, skaner, analizat e laboratorit, edhe shërbim ortopedik të mirë fillt. Po. Sonte do të flasim në mënyrë të përgjithshme për sa i përket problemeve mjekësore, por më specifike flasim për sa i përket ortopedisë. Do të uroja dhe qofshit një augur i mbar për këtë sezon të ri të emisionit Medicina. Faleminderit. Flasim paksa në përgjithësi për traumatologjinë dhe ortopedinë, çfarë nuk kupton ajo? Atëherë, traumatologjia dhe ortopedia, domethënë, është një nëndeg e kirurgjisë, pasi nënkupton ndërhyrje kirurgjikale. Si nëndeg e kirurgjisë për ortopedia njihet para shumë vjetësh, janë vërtetuar të dhëna materialet të cilat njihen që në para e rëson letrat që janë zbuluar në Egjiptin e lashtë, dhe aty flitet domethënë për imobilizimet që përdornin njerëzit e lashtë, për frakturat, për trajtimet që u bëshin frakturat në atë kohë, ka të dhëna se si bëshin me deg palme, imobilizimi frakturave, ndërsa ortopedia e mirë fillt, vetë fjala ortopedi vjen nga greqishtja e lashtë, domethënë që do të thotë ortos quhet edukim i drejtë, në qoftë se si simbol, si emblem e ortopedisë njihet një pemë me trung të shtrembër dhe një trung i drejtë, i cili lidhet mbas e pemës me trung të shtrembër për ta drejtuar atë, domethënë drejtim, vjen nga fjala drejtim. Të dhënat e para mbi historinë e ortopedisë kanë dalë, nëse s'gaboj, në vitin 1741, ka qenë një mjek francez, i cili ka shkruar monografinë e parë në lidhje me ortopedinë. Ortopedia bashkohore shumë e gjerë, sepse me rritjen e nivelit të diagnostikimit, me mënyrat e reja të diagnostikimit, skaneri, rezonanca magnetike edhe shumë është bërë më lehtë për të diagnostikuar sëmundjet të kockave, të muskujve, të tendinave, të nervave periferik, të ashtu quajtur, pasi me sistemin nervor qendror merret fushë tjetër e mjekësisë, neurokirurgjia ose neurologjia, varet nga patologjitë. Kështu që ortopedia shumë e gjerë. Në vendet e zhvilluara, domethënë flitet për Shtetet e Bashkuara, Evropa Perëndimore, ortopedia edhe vetë është darë në disa nëndeg, pasi problemet janë të shumta, janë shumë të specifikuara,
për shembull njihen pavione, departamente në një godinë të madhe e cila quhet shërbim ortopedik, kemi shërbime domethënë që quhet pavioni i dorës, pavioni i gjurit, pavioni i artikulacionit koksofemoral, mikrokirurgjia, i cili është pothuajse akoma më i specifikuar tashmë si një deg më vete. Kështu që ortopedia përfshin shumë sëmundje. Vitet e fundit, sipas disa të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, traumatizmi zë vendin e dytë në botë për që shkakton invalidizimin e popullsisë në botë. Sipas të dhënave që kam për vitin 2010, pasi për vitin 2011 për fat të keq nuk kam informacion. Në vitin 2010 flitesh mbi 2 milion të vdekur nga traumat dhe mbi 3 milion njerëz të cilët kanë mbetur invalid mbas traumave. Kështu që traumatologjia dhe ortopedia janë një vend goxha të rëndësishëm në mjekësinë bashkëkohore. Tashmë pranë Spitalit Amerikan këtu në qytetin e Fierit, shërbimi ortopedik është i përhershëm. Po, shërbimi ortopedik është i përhershëm, çdo ditë unë edhe gjithë stafi i Spitalit Amerikan jemi gati të ofrojmë shërbim ortopedik. Mendoj, domethënë, se janë të gjitha kushtet pranë Spitalit Amerikan për të bërë një ekzaminim perfekt, një shërbim cilësor për të gjitha problemet të cilat përfshin fusha e traumatologjisë dhe ortopedisë. Cilat janë shërbimet bashkëkohore të frakturave? Frakturat janë pjesa më e madhe që zë shërbimi urgjent i traumatologjisë, pasi traumatologjia në vetvete është si një nëndeg e kirurgjisë akute. Trajtimi më i mirë i frakturave domethënë është trajtimi urgjent i tyre, pasi me kalimin e kohës organizmi i njeriut ka veti që të riorganizohet, të riformohet, qelizat tindet me kalimin e kohës në varësi të faktorëve të jashtëm ndryshojnë. A është e vështirë ndërhyrja tek një frakturë? Normalisht që është e vështirë. Sa e vështirë? Sa e vështirë? Tani, nuk ka ndërhyrje të lehtë. Jo vetëm në traumatologji dhe në ortopedi, vetë fjala operacion, vetë fjala ndërhyrje nuk kupton një gjë të vështirë, sepse operacioni është një traumë për organizmin në vetvete, por operacioni nuk kupton një traumë, domethënë me paramendim nëse po e quaj kështu, për të eliminuar një traumë që është akoma më e rrezikshme për vetë individin. Dhe operacionet, traumat, sidomos traumat që vinë për shkak të rritjes që ka pësuar njerëzimi me kalimin e kohës, sepse tani është shtuar numri i aksidenteve, është shtuar teknologjia, lartësia, rënjet nga lartësia janë bërë një pjesë të madhe të pacientëve të cilët pësojnë trauma. Kështu që trajtimi i frakturave në vetvete nuk kupton, nëse më përpara operacionet ishin më të vështira, sepse edhe mjetet, instrumentet kishin ato hapësira për të kryer operacione, traumatologjia dhe ortopedia bashkëkohore përpiqet që me anë të një operacioni ta uli kohën e rehabilitimit të një frakture, që pacienti i cili ka pësuar një traumë sa më shpejt t'i rikthehet punës, t'i kthehet jetës së përditshme pa probleme, domethënë të bëhet më social sa më shpejt. Kjo nuk kupton që traumatologjia, implantet traumatologjike ortopedike që përdoren sot bëhen me mënyra më pak invazive, po e quaj kështu, ose më pak traumatike për organizmin, siç janë shtiftet, nuk e di si mund ta quaj shtiftin, shtifte intramedulare të cilat përdoren për fiksimin e brendshëm të frakturave, me anë të disa prerjeve, incizioneve të lëkurës jo shumë të mëdha, vendoset implanti brenda kockës për fiksimin dhe i jepet mundësia që 2 ditë mbas operacionit, mbas një frakture të femurit ose të baqinit, pacienti mund të ecë
jo normalisht, me kufizim të ngarkesës mbi atë këmbë, por është i aftë të lëviz vetë, i shërbej vetes. Po pra kryen shërbimet e të gjitha llojeve ortopedike. Kryen të gjitha shërbimet ortopedike. Po, në Spitalin Amerikan të gjitha shërbimet, të gjitha këto implante dhe teknologjitë të cilat njeh për momentin ortopedia bashkëkohore, ne i posedojmë dhe jemi të gatshëm dhe të aftë t'i përdorim. Po vendosja e protezave ortopedike, a kryhet ky shërbim pranë këtij Spitali Amerikan? Po, protezat. Qëllimi jon në emision është që të informojmë më tepër, përveç se të flasim në lidhje me sëmundjet apo të përgjigjemi pyetjeve të çdo teleshikuesi, që u drejton në mënyrë të drejtë për drejtë, qëllimi jon është të informojmë teleshikuesin për shërbimet që kryen pranë Spitalit Amerikan, qoftë për shërbimet ortopedike, ashtu edhe për gjitha shërbimet e tjera. Po, atëherë për të folur për protezat, mendoj se në fillim do të ishte më e drejtë për të folur për sëmundjet që e çojnë pacientin drejt vendosjes së një proteze. Për momentin ka protezat të pjesës më të madhe të artikulacioneve të njeriut, por pjesa më e madhe, mbi 80% të tyre zën protezat e gjurit dhe protezat koksofemorale. Një nga sëmundjet kryesore që sjell në dëmtimin e artikulacioneve është osteoartriti, plus që ka dhe shumë sëmundje të tjera, patologji të tjera, po do flasim gjatë emisionit në vazhdim, të cilat sjellin në dëmtimin e artikulacioneve, por protezat e gjurit dhe koksofemoralet janë më të më të shpeshta dhe Spitali Amerikan kryen këtë lloj shërbimi. Flasim paksa për protezën e gjurit, flasim paksa në mënyrë më specifike për vendosjen e protezës së gjurit. Okej, mund ta përdor? Po, patjetër. Pasi duke qenë se jemi në një emision mjekësor, i kemi të vendosur. Faleminderit për kushtet. Faleminderit për kushtet. Atëherë, proteza e gjurit, e artikulacionit të gjurit, artikulacioni i gjurit përbëhet nga pjesa artikulare e tibias ose baqinit, e thënë në gjuhën popullore, dhe nga pjesa artikulare e femurit, si dhe nga patela ose kupa e gjurit, si quhet në gjuhën popullore. Dëmtimi i vetë artikulacionit mund të jetë traumatik, në një fraktur intraartikulare, mund të jetë një sëmundje siç është osteoartriti, ka sëmundje jo inflamatore siç është reumatizmi dhe shumë sëmundje të tjera jo inflamatore të quhen sëmundje të indit lidhor. Të gjitha këto trauma apo patologji apo sëmundje të cilat sjellin në dëmtimin e artikulacionit vinë si pasojë e fërkimit, ulet vëllimi i lëvizjeve të gjurit, përveç se kjo sjell invalidizimin. Ndërsa njerëzit vetë pacientët të cilët kanë probleme të tilla, ata ankohen nga dhimbje të shpeshta të gjurit, nga dhimbjet fillojnë të shtohen, nga marrja e ilaçeve antiinflamatorëve që përdoret paracetamoli e shumë të tjera. Pra mund të ndodhë edhe si pasojë marrjes së ilaçeve të shumta. Jo, ilaçet për momentin nuk ka një studim të tillë, por dhimbjet sa fillojnë të shtohen sepse sëmundjet apo patologjia avancon dhe për këtë sugjerohet një zvendësim i artikulacionit, domethënë protezim në vetë nënkupton një zvendësim të këtyre pjesëve të artikulacionit. Zvendësohet pjesa e artikulacionit të kockave, e cila zvendësohet me implante, pjesë të protezës. Implantet janë nga materiale që janë studiuar kohët e fundit, ato janë më shumë të pranueshme për organizmin e njeriut, domethënë nuk është si një trup i huaj në organizmin e njeriut. Në fillim implantet që përdoreshin në ortopedi të parat kanë qenë floriri, ari, pllaka vida ari, sepse njerëzit mendonin duke qenë metal i shtrenjtë është metal i mirë, por pastaj studimet vërtetuan që ai ishte shumë alergjen për organizmin e njeriut.
implantet bashkohore, pjesa më e madhe e tyre domethënë është titan, pasi titani është një nga metalet më të pranueshme për organizmin e njeriu, që sjell sa më pak efekte anësore, komplikacionet janë shumë të ulta. Flitet për një studim i cili është bërë që vetëm 0.1% e personave të cilët kanë implante titani në organizmin e tyre kanë pasur komplikacione, domethënë reakcion të organizmin dhe vjet të trupit të huaj, sepse ai mbetet trupi huaj për organizmin. Proteza e gjurit nuk kupton heqjen e pjesëve artikulare të kockave dhe zvendësimin e këtyre pjesëve artikulare me implante. Domethënë nuk bëhet një fërkim i kockave në vetvete, ajo që shkakton dhimbje, por thjesht përdoren pjesët artikulare të vetë implantit, të vetë protezës. Për momentin, protezat, materialet të cilat përdorin protezat kanë një gjatësi deri në 15 deri në 20 vjet, por disa studiues anglezë për momentin kanë gjetur një, si ta them, një përzierje materialesh, e cila akoma nuk është provuar në fushën klinike, është akoma në faza eksperimentale, të cilët pretendojnë se këto implante mund të kenë një jetëgjatësi mbi 50 vjet. Po të kenë një gjatësi më të madhe. Shpresojmë që së shpejti të provohet klinikisht. Shpresojmë edhe të jetë tepër e zbatueshme në Spitalin Amerikan nga mjekët profesionistë që ndodhen aty. Flasim paksa për sëmundjen e osteoporozës. A është kjo një sëmundje e përhapur? Osteoporoza është një sëmundje shumë e përhapur. Osteoporoza në vetvete nënkupton uljen e masës kockore tek njeriu, zbutjen e kockave. Osteoporoza në pjesën më të madhe prek femrat, sidomos pas periudhës së menopauzës, për shkak të çrregullimeve hormonale që pëson organizmi i femrave pas menopauzës. Osteoporoza diagnostikohet në pjesën më të madhe të rasteve rastësisht nga një rentgenogram e kryer për një patologji tjetër, ose disa fraktura patologjike që quhen ato, pasi kocka humbet atë forcën e vet dhe krijon bëhet më pak, si ta them, më shpejt e thyeshme, më pak elastike. Më pak elastike dhe ndodhin fraktura patologjike, domethënë pa ndonjë traumë të kosindërueshme, pa ndonjë faktor fizik të fuqishëm, ndodhin fraktura të kockave. Në përgjithësi, osteoporoza kurohet nëse nuk ka fraktura, thjesht osteoporoza si sëmundje, si patologji, kurohet me terapi e cila është e bazuar në marrjen e vitaminës D dhe në marrjen e kalciumit. Studimet kanë treguar që nëse më përpara rekomandohesh thjesht marrja e kalciumit, ose përpara se të dilnin preparatet e kalciumit, domethënë rekomandohesh produktet e qumshit, sepse janë goxha të pasura me kalcium. Tani është vërtetuar që marrja e kalciumit është më e përshtatshme për forcimin e kockave nëse ajo bëhet me vitaminën D. Dhe pothuajse të gjithë preparatet bashkëkohor të cilët janë në shitje dhe rekomandohen janë preparate kalciumi me vitaminë D. Po, është e rëndësishme që kjo sëmundje të kapet në fazat e hershme të saj, pra në fazat e fillimit të kësaj, është më e lehtë për të kuruar? Është normalisht, është shumë e lehtë nëse kapet në fazat e para, sepse duke kapur në fazat e para të osteoporozës, personi, pacienti është i mbrojtur, domethënë, nga frakturat patologjike për të cilat fola pak më parë, që vinë si pasojë e uljes së dëndësisë. Dhe bëhet një trajtim jo shumë i gjatë, sepse osteoporoza kërkon një trajtim, një terapi goxha të gjatë. Plus që kjo duhet bëhet në bashkëpunim edhe me mjek endokrinolog, ginekolog, për të rregulluar balancën e hormoneve në organizëm. Në këto momente do të shkëputemi për një pjesë të shkurtër publicitare për të kthyer në pjesën e dytë të emisionit
Ndërkohë, në këtë pjesë të dytë do të jemi dhe në pritjet e telefonatave tuaja, përsa në rast se ju do të keni një pyetje për të drejtuar mjekut që kemi të sonte të ftuar në studio dhe për të kthyer një përgjigje direkte. Ndjekim pak moment të publicitet për të falendëruar për zemërsisht sponsorin ton gjeneral, Spitalin Amerikan, i cili bën të mundur ardhin e mjekëve në studio, ndërkohë edhe televizionin Apollon. Publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, u rikthyem sërish në studio pas një spoti të shkurtër publicitar. Ndërkohë në këtë pjesë, siç e thash edhe më parë, në këtë pjesë të dytë të këtij emisioni, ne jemi në pritjet e telefonatave tuaja, numërioni telefoni do të afishohet pas pak poshtë ekranit tuaj. Ndërkohë ne vazhdojmë bisedën me mikun që kemi të ftuar sonte në studio. Atëherë doktor, kur është koha më e përshtatshme për të kryer një ndërhyrje të një frakture? Atëherë, kjo varet nga shumë faktorë, sepse në radhë të parë varet nga cila kockë është e dëmtuar, domethënë fraktura e cilës kockë e ka ndodhur. Në radhë të dytë është se sa zhvendosje ka fraktura, domethënë mbas frakturë nuk kuptohet thyerje, që po e themi dhe në kockat, muskujt, të cilat janë të fiksuar te kockat, sjellin një zhvendosje të tyre, plus që edhe traumat të cilat janë me energji të madhe, domethënë aksidentet automobilistike, thjesht faktori fizik sjell një zhvendosje të tyre kockave goxha të madhe. Kështu që për kohën nuk ka për momentin ndonjë studim specifik që të thojë se të gjitha frakturat bëhen në këtë kohë, por është mirë, domethënë studimet deri tani flasin që është mirë për një trajtim kirurgjik të frakturave në 6 orët e para, pasi indet e buta të cilët rrethojnë kockat janë akoma jo shumë të dëmtuara. Mbas 6 orësh, në përgjithësi mbas hematomave, mbas atyre ndryshimeve që ndodhin në organizmin e njeriut, të indet e buta, muskuj, nerva, enë gjaku, tendina e të tjera, është më mirë që të pritet 2-3 ditë, derisa gjendja e indeve të buta që rrethojnë kockën të përmirësohet për të kryer një ndërhyrje kirurgjikale, domethënë një fiksim të frakturës, të kockës, në kupton, me mënyrë kirurgjikale, por nuk do të thotë që këto 2-3 ditë fraktura të lihet pa trajtuar. Gjëja e parë që bëhet për një frakturë është imobilizimi ose e thënë ndryshe palëvizshmëria e fragmenteve, sepse gjatë një frakture, gjëja që shkakton më shumë dhimbje është ai fërkimi i pjesëve kockore të thyera me njëra tjetrën. Kështu që imobilizimi është gjëja e parë. Për imobilizimin biles ka kurse të cilat duhet të dinë jo vetëm traumatologët e ortopedët, po të gjithë mjekët i kanë parimet e imobilizimit, por është mirë që edhe popullsia në përgjithësi të ketë disa të dhëna për dhënien e ndihmës së shpejtë në fraktura, sepse në disa raste ajo dhënia e ndihmës së shpejtë mund të jetë shumë e vlefshme për personin e dëmtuar, për gjymtyrën e tij të dëmtuar. I kthemi paksa dhe protezave të gjurit. Do doja të dija më tepër, cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në dëmtimin e artikulacionit të gjurit? Atëherë, siç e thash edhe më përpara. Më fal që po ju ndërpres, pasi kam rritur telefonata e parë në studio. Alo, mirëmbrëma. Faleminderit. Më fal, regjia, ju lutem zërin në studio, pasi telefonuesi nuk dëgjohet mirë. Unë vuj nga artriti reumatoidit dhe kam dëmtuar sferën e djathtë. Jote i thëmë doktorit si kur të operoj. Unë të kem problemet në protezë. Regjia, ju lutem, telefonuesi nuk dëgjohet mirë në studio. Po. Vuj nga artriti reumatoidit. Po? Ka dëmtuar sferën e djathtë të gojës. Kë keni dëmtuar? Sferën e djathtë. Sferën e djathtë të kujt? Të gojës. Po, keni dëmtuar sferën e djathtë Të gojës. Po? Ashtu. Si kur të operoj të vepër të artriti do më lëri të gjitha, po të kem shkeptin e prapë. Mund ta përsërisni edhe një herë, ju lutem? Vuj nga
artriti reumatoidit. Po, keni dëmtuar sferën e djathtë, po, e morën vesh. Sferën e djathtë. Si kur ta operoj të me protezë, artriti reumatoidit do në lejoj, do më lejoj të kjetë, do jeni kjetë në operoj. Në qoftë se ju dëshironi të bëni një operacion, Po. a lejohet Do më lejoj artriti reumatoidit që unë jemi kjetë? artriti reumatoid, çfarë? Edhe një herë zënë? okej. Zënja kishte Do kem rezultatun të operoj operacionit, do kem rezultat. do ketë rezultate mbas operacionit. Po. Po, faleminderit për telefonatën. Ndërkohë presim përgjigjen pasi është një emision live dhe mund të Atëherë, ketë dhe probleme të tilla. Artriti reumatoidal është një nga sëmundjet që është më të shpeshta sëmundjet e indit lidhor, është një sëmundje e cila prek përveç artikulacioneve indin lidhor edhe në pjesë dhe organe të tjera. Është një nga sëmundjet më të shpeshta e cila dëmton artikulacionet, sidomos të gjurit, artikulacionet metakarpofalengal që quhen në duar. Po. Në spitalin amerikan, në laboratorin e spitalit amerikan, është mundësia e diagnostikimit sepse ka një faktor që është specifik, një analizë specifike për që quhet analiza faktori reumatoidal, i cili vërteton dhe mbas kryerjes kësaj analize bëhet konsulta me mjekën reumatologe, e cila është mjekë e specifikuar për reumatologji, dhe nëse mjekja reumatologe e shikon të arsyeshëm se dëmtimi që ka pësuar artikulacioni në bazë të një terapie reumatologjike nuk sjell rezultat, atëherë mund të bëhet një operacion për ndërrimin e këtij artikulacioni. Dhe në vetvete reumatizmi, artriti reumatoidal nuk sjell komplikacione për kryen e operacionit. Në të kundërt, operacioni ndihmon pacientin me artrit reumatoidal për të hequr dhimbjet që i shkakton ai artikulacion i dëmtuar nga artriti reumatoidal. Gjithsesi, zonja mund të paraqitet, më marrë një Zonja mund të informacion. drejtohet paraprakisht Spitalit tek Amerikan. Spitali Amerikan për të kryer një ekzaminim ortopedik, për të kryer analizat e nevojshme, pasi kryerja e një operacioni të ndërrimit, po e quajmë të artikulacioneve të vendosjes së një proteze, është një operacion i cili planifikohet, pacienti duhet të kalojë disa diagnostikime, analiza, mbase mund të duhet përveç grafive edhe një skaner. Pra, kryen disa procedura përpara se të kalohet një Normalisht, operacioni. të gjitha vendosjet e protezave janë operacione të planifikuara. Po, atëherë kemi një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Lindite që nga fjerë. Po, gëzohem. Atëherë doja të pyja të Spitali Amerikan. Edhe një herë ju lutem tek Spitali Amerikan? Doja të pyja Po. të Spitali Amerikan. Po. Për kancerin e gjirit. Edhe një herë ju lutem tek Spitali Amerikan dohet të dije Për kancerin e gjirit për krah. për kancerin e gjirit, po? A kryen shërbime onkologjike? Po. Patjetër që po. Po, atëherë doja të pyja në përmjet të prisë që është në studio, se po Po. i vjet direkt, ekzaminimet. Po, ekzaminimet, çfarë ekzaminime kryen të kancerit të gjirit? Çfarë ekzaminimet kryen në atë spital, sepse kemi ardhur disa herë që na janë treguar ku pikëmerret që punojnë të aty. Atëherë, Spitalin Amerikan në Fier. zonjë, tek Spitali Amerikan në Fier ju doni të dini se çfarë ekzaminime është kryen për një kancer të gjirit. Dhe ta kushton. Aha, në rregull. Atëherë, zonjë, pranë Spitalit Amerikan kryen të gjitha shërbimet shëndetësore, duke nisur nga kanceri i gjirit, shërbime ortopedike, të gjitha shërbimet, pasi aty ka një staf mjekësh të specializuar në fusha të ndryshme të shëndetësisë. Ndërkohë, edhe shërbimi i onkologjisë kryhet. Për më tepër informacion, për të informuar më tepër në lidhje
për sa i përket çfarë shërbime, çfarë ekzaminimesh duhet të kryen, paraqiteni pranë Spitalit Amerikan çdo ditë. Aty ka një staf të specializuar, pra ka një ekip, një personel që mund t'ju informojë në lidhje me orarin e mjekëve që ndodhen aty, mund t'ju lëri një takim me mjekun përkatës. Gjithashtu mund mirëni dhe informacione të tjera për sa i përket ekzaminimeve laboratorike. Ju doni të dini se sa kushton ekzaminimet? Ekzaminimi i kancerit të Po, ju lutem. Po, të kuptoj shumë mirë. Paraqiteni pranë Spitalit Amerikan, aty është një personel që mund t'ju informojë shumë mirë, pasi edhe personeli që është në shërbim të informacionit të pacientëve që paraqiten pranë Spitalit Amerikan shumë i specializuar. Do t'ju kthej përgjigje se çfarë lloj ekzaminimesh duhen kryer për një kancer të gjirit dhe shërbime të tjera të cilat ju jeni të interesuar. T'ju kthej përgjigje pyetjeve. Shumë faleminderit ju, mirupafshim. Atëherë i kthehemi pyetjes paraprake që u bëra. Cilat pra faktorët që ndikonin në dëmtimin e artikulacionit të gjurit? Atëherë një nga faktorët ishte artriti reumatoidal, që për të cilën folëm. Faktor tjetër është trauma, që nuk kupton fraktur të kockave të artikulacionit, domethënë të tibias, të femurit ose të vetë patelës ose kupës së gjurit, që sjell dëmtimin e kartilagut ose të kërcit të ashtu quajtur, kërcit të artikulacionit. Pasi me uljen e nivelit të kërcit, të ndimit të kërcit, formohen nga fërkimi i kockave ndërmjet tyre, formohen të ashtu quajturat osteofitet. Osteofit në vetë vete kupton një kockë e re, që formohet që është një kockë e tepërt për artikulacionin. Dhe ajo duke dalë jashtë hapësirave të artikulacionit, sjell dëmtimin e indeve të buta të cilat rrethojnë artikulacionin, kapsulat, tendinat, ligamentet, të cilat gjatë lëvizjeve shkaktojnë dhimbje për pacientin. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore, dhimbja është arsyeja kryesore e cila e shtyn pacientin që të drejtohet për ndihmë tek një ortoped. Një pyetje spontanisht më lindi, po faktori pesh, a ndikon në dëmtimin e artikulacionit të gjurit e disa persona? Po faktori pesh, mbi pesha, pasi e drejt, ndikon shumë në punën e artikulacioneve, sidomos në artikulacionet e gjymtyreve të poshtme, si dhe në artikulacionet e shtyllës kurizore, në artikulacionet intervertebrale të ashtu quajtura, pasi gjithë kjo pesh e cila mbahet nga trupi, vjen në radhë të parë nga vetë pozicioni i njeriut në mënyrë vertikale, pasi në përgjithësi kafshët të cilat ecin me 4 këmbë nuk kanë probleme të vertebrave të shtyllës kurizore. Më falë që do t'ju ndërpërsërisht, pasi sonte pas kemi një fluks telefonatash. Alo, mirëmbrëma. 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 Jam një person në Vlora. Po? Do të asociim me doktorin? Po, patjetër. Unë kam bërë një operim në Itali dhe kam bërë operim në rrota e qafës. Keni bërë një operim? Edhe një herë zotëri. Po, në rrota e qafës në C3-shin? C3-shin, C4, C5, C6, C7. Edhe i kam me unaza metalike. I kam të përreshme. Mirë po, këto bote e fundit janë bërë që në vitin 2000 operim. Në mos gaboj jeni bërë që prej vitit 2000? Po, në vitin 2000 janë bërë në Itali. Po. Atëherë, çfarë shqetësimesh ndjeni? Vazhdoni të keni ende shqetësime? Më këputet koka në mbrapa. Kam dhimbje koke. Tani, si më uston doktori që dhe mund të vite aty të bëjnë një vizita. Po, patjetër, jeni i mirëpritur. Unë ju falenderoj së pari për telefonatën, ju falenderoj që na shihni, ndërkohë doktori mund t'ju kthej përgjigje.
Atëherë, sepse informacioni ishte shumë i kufizuar, kuptova që kishe një dëmtim, një fiksim të vertebrave të zonës së qafës, të vertebrave cervikale, C3, C4, C5, C6, me sa kuptova. Ishte bërë një ndërhyrje në vitin 2000. Në radhë të parë duhet ditur domethënë përse është kryer ajo ndërhyrje, ka pasur ndonjë traumë të këtyre vertebrave apo ka pasur sëmundje, patologji në zonën e qafës. Domethënë këto janë gjëra të cilat duhet folur, duhet mbledhur anamneza e sëmundjes e të gjithë, duhet parë dhe se si ka ecur vetë pacienti në këto 10 vjet, 12 vjet mbas operacionit, me të gjitha ankesat që ka, mund të drejtohet çdo ditë pranë Spitalit Amerikan për të marrë një konsult më të detajuar. Pasi pacienti deklaronte që edhe pas një ndërhyrje që kishte kryer, kishte ende probleme të kokës. Po, sepse në vertebrat cervikale ndryshojnë nga vertebrat e tjera, sepse ato kanë në proceset e tyre kanë disa hapësira në të cilat kalojnë enët e gjakut, të cilat furnizojnë trurin me gjak. Kështu që dëmtimi i vertebrave të qafës është i rrezikshëm përveç se dëmtimit të nervave dhe për dëmtimin e këtyre enëve të gjakut, të cilat mund të sillin një insult ishemik të trurit ose shumë komplikacione të tjera. Gjithsesi, zotëria është i mirëpritur të paraqitet çdo ditë pranë Spitalit Amerikan, pasi aty mund të gjeni doktorin që ne kemi të ftuar sonte në studio. Pra është i pranishëm për t'ju bërë më tepër një konsult dhe për të marrë një anamnezë, për të ditur se pse keni bërë këtë ndërhyrje dhe çfarë ka ndodhur më pas. Dhe të mundohemi të zgjidhim problemin që zotëria kishte. Po, jeni i pranishëm të paraqiteni pranë Spitalit Amerikan. Ndërkohë, para se një pacient t'i kryet një ndërhyrje ortopedike, pra t'i vendoset një protezë ortopedike, a kryet një konsult pra çfarë ekzaminimesh i bëhen, a kryet një konsult midis mjekëve, midis një stafi mjekësor? Po, normalisht. Në përgjithësi, personat të cilat ju nështrojnë operacioneve për ndërimin e artikulacioneve, për vendosjen e protezave, janë personat të moshuarit, personat e moshës së tretë që quhet, dhe normalisht organizmi i tyre nuk është një organizm shumë i shëndetshëm, prandaj shikohen shumë parametra përpara se çdo pacient, jo vetëm për protezat, me që po flasim për protezat, që i nështrohet një operacion të planifikuar, normalisht që duhet të kaloj një sër analizash, për të parë gjendjen e organizmit në përgjithësi. Mbas gjithë këtyre analizave, këto analiza shqyrtojnë jo vetëm nga mjekët ortoped, po dhe nga mjekë si kirurg, mjekë të përgjithshëm ose kardiolog, neurolog, reumatolog, normalisht, dhe vetëm mbas miratimit, mbasi të gjithë këta mjekë japin okay për kryerjen e interventit, atëherë bëhet planifikimi dhe vetë në ndërimit e operativ. Atëherë nga regjia më informojnë që kam rritur një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Jam një zonjë moshës 3, vuaj nga osteoporoza. Po? I kam bërë ato analizat, më ka thënë minus 3. Kurrë, me dos, i një në jasë, dhe kalciume. Është më i trek, dhe akoma nuk bjejnë një ndryshim shumë të madh, më dhoni shumë gjujë. Në mos gaboj, vuante nga sëmundja osteoporozës? Osteoporozës, më ka dalë minus 3 të doktorit. Minus 3? Minus 3 osteoporoza, numri një kostëve. Po? Kurrë me los, një në jasë. Me jod? Me vitamin D. Në mos gaboj, përdorni, çfarë përdorni zonjë? Los është kjo, los. Edhe një herë? Një, los. Los me zonë ilan, një kokë në njësë. Edhe kalcium e vitamin D. Vitamin D. Dhe ende keni dhimbje, vazhdoni të keni ende dhimbje të? Nuk po të qohem, duhet dhe duhet të mështetë të qohem. Kërë e si këtu të përreti normal.
Kur jeni në pozicion ullur e keni të vështirë që të ngriheni. Ka të qofem, dhe në në shumë, në shkallë të mbike më të zbret, doktorin ka ndaluar 8 muaj. Kam qenë e vogël, kam qenë natë. Po, në mos gaboj, çfarë moshe keni? E kërësi të 69 vjeçë. Po, faleminderit për telefonatën. Faleminderit për jene, vjetë doktorin? Atëherë, do mundohem në të shpjegoj pak pacientës që ajo të jetë qartë, në qoftë se pacientja thot që ajo vuan nga osteoparoza dhe kurohet nga osteoparoza. Po. Atëherë, për momentin ajo ankohet nga një dhimbje në gjunjë, dhimbje e gjunjëve. Doja të sqaroja sepse dhimbja e gjunjëve është dhimbje e artikulacionit, ndërsa osteoparoza në përgjithësi sjell dëmtim të kockave të diafizit. Dhimbjet e osteoparozës janë kur osteoparoza shumë e avancuar dhe janë dhimbje që ndihen në përgjithësi në diafiz, jo në artikulacion. Dhimbja e artikulacionit vjen si pasojë e të gjitha atyre faktorëve që folëm pak më parë, për artritin reumatoidal, gjendjet post-traumatike. Kështu që do të thosha zonjës që duhet të drejtohet për një konsult për të parë gjendjen e saj, domethënë të kockave, për të parë nivelet e osteoparozës, me qëra fjala në spitalin amerikan kryhet dhe analiza e cila është specifike për të matur dendësinë e kockave, për të diagnostikuar osteoparozën, dhe për të bërë edhe një ekzaminim të artikulacioneve të gjunjëve, pasi mendoj me ato që dëgjova që zonja ka probleme me artikulacionet e gjunjëve, po dhe osteoparoza në to ndikon. Ndikon në një përqindje më të vogël? Janë goxha të veçuara. Po. Pranë spitalit amerikan, këto kohë të fundit a shkruar ndonjë ndërhyrje vendosje protezës ortopedike? Po, vendosja e protezave në spitalin amerikan ndodh goxha shpesh me një statistikë, nuk e di, mund të them 2 deri 3 ndërhyrje në javë. Të gjitha këto të mëllajat... Më falë që sërish do më duhet t'ju ndërpres, pasi kemi një telefonat tjetër që kam bërritur në studio. Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma. Po? Edhe një herë ju lutem? Jeni, në mos gaboj, a e gjova mirë, jeni goditur në kock? Mbrapa kokës? Mbrapa kokës? Po. E në shpi që jago po kam 5 vjetë. Diri lashe. E në ta shumë po ka shumë që të zërë. Në këtëmë? Po, keni probleme edhe me gjumin? Po, diri lashe. Lëna më shqiptore, më të fjellë ka shumë vlonë në jo, të vlatë në të. Dhe të përëna që këmë në Amerikë, dhe të të reshë. Po. Ndërkohë, vazhdoni të përdorni trajtim mjekësor? Po, vetë. E duhet për të do të të gjithë. Dhe vazhdoni të keni dhe dhimbje? Edhe pse përdorni një trajtim mjekësor? Edhe gjithë të kam. Faleminderit për telefonatën. Duhet të gjithë doktore, qara. Po, patjetër, faleminderit për telefonatën, do të presim përgjigjen e mjekut që kemi të ftuar. Nëse kuptova mirë, ishte një goditje pas kokës, doja të sqaroja zotrin që vërtet traumatologët dhe ortopedët quhen në gjuhën popullore mjekët e kockave, por goditjet e kokës është një fushë tjetër, me to merren neurokirurgët, sepse vetë dëmtimet e kokës nuk kuptojnë dëmtimet të trurit.
Kështu që zotris mendoj se do ishte më e drejtë të drejtohesh për një konsult ose për një vizitë tek një mjek neurokirurg, i cili mund të japi më shumë informacion dhe mund ta ndihmojë për të zgjidhur problemin e tij. Gjithsesi, për çfarë do lloj problemi shëndetësor që ka, zotëria mund të drejtohet pranë Spitalit Amerikan. Pranë Spitalit Amerikan ka mjek neurokirurg të specializuar, të cilët janë të gatshëm. Mjeku posedon të gjitha aparatura, të gjitha të dhëna, të gjitha mjetet diagnostikuese si dhe kuruse për trajtimin e të gjitha patologjive dhe problemeve traumatike të sistemit nervor, qendror, qoftë apo periferik. Atëherë po flisim për sa i përket vendosjes së protezave ortopedike që ishin kryer pranë Spitalit Amerikan. Atëherë vendosja e protezave ndos shpesh 2-3 herë, por pjesa më e madhe janë të gjurit dhe koksofemorale, sepse këto janë artikulacionet më të shpeshta, sepse këto janë më të prekurat nga patologjitë. Atëherë kemi një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Jem që banuese nga Dërmena Fiksu dhe kam një dhimbje të këmbës të bën nga 9 vjet nga reumatizma. Dhe vazhdoj kurime dhe asnjë përmirësim nuk kam. Ju lutem jepni një rrugëzgjidhje se nuk e si do, veti sa pa fare. Në mos gaboj, edhe një herë ju lutem, pasi jemi në një transmetim direkt dhe është disi e vështirë dëgjimi në studio. Vuani nga reumatizma. Probleme reumatizmale, po. Po, këmba më dhënë nga 9 muaj. Keni prej 9 vjetësh keni dhimbje të këmbës. Po, vazhdet të kurohet. Edhe prapë ajo dhimbje nuk më ka ardhur, po e di se reumatizma për shembull observojnë që nuk ka shërim. Po, edhe pse keni marrë një trajtim mjekësor, dhimbja ende nuk është zhdukur. Pra vazhdoni të keni dhimbje dhe pas 9 vjetësh. Komplet eci të falë nga këma. E keni të vështirë ecjen. Ecjen, po. Po, në rregull, faleminderit për telefonatën, ndërkohë që presim përgjigjen. Faleminderit. Atëherë, për reumatizmin sot u fol goxha gjatë, edhe një rast tjetër që e vërteton se sa i rëndësishëm është problemet sëmundje e reumatizmës, artriti reumatoidal për njerëzit. Zonjës do t'i sugjeroja një konsult, një vizitë të ortopedi, pasi është ajo që shpjegova nëse na kanë ndjekur pak më përpara, që dhimbjet në artikulacione vinë si pasojë e uljes së nivelit të kartilagut të kërcit, dhe duke ai fërkimi me uljen e tyre shkakton dhimbje. Dhe gjithë terapia që përdoret për reumatizmin është një terapi simptomatike për të hequr dhimbjet, por me progresimin e humbjes së kërcit, nëse artikulacioni ka arritur në një fazë të tillë që thjesht nuk ka më kërc, vetëm 2 kocka fërkohen me njëra tjetrën, atëherë dhimbjet janë të përhershme, janë të vazhdueshme dhe janë shumë të forta. Mbase nuk mund të flas tani, po në bazë të atyre që dëgjuam, mund të jetë edhe nevoja pse jo për një protezë. Sepse siç e shpjegova më përpara, domethënë ndërrimi i këtyre artikulacioneve me implante eliminon dhimbjet. Domethënë efektet protezat përdoren për heqjen e dhimbjeve. Që personi të lëviz, të jetë social dhe mos të ndjejë dhimbjet, mos të ndjejë diskomfort. Atëherë një telefonat, gjithsesi zonja mund të paraqiten pranë Spitalit Amerikan, aty çdo ditë është pranishëm. Po. Aty ishte pasi është më e rëndësishme të bëhet një konsult drejt për drejt me pacientin për të përcaktuar se çfarë ai ka. Po, dhe një diagnostikim i mirëfillt. Doktorin e keni të pranishëm çdo ditë pranë Spitalit Amerikan, pasi siç e tham, ka shumë pak kohë që pranë Spitalit Amerikan kryhet një shërbim ortopedik i përhershëm. Po. Që ka filluar të kryhet i përhershëm shërbimi ortopedik. Vetëm një muaj. Po, vetëm një muaj. Atëherë më duket se më lajmëroi nga regjia kam bërritur një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në shpitarin nga Kjeria. Po. Para ditë vjetësh kam bërë nga hernia diskale. Nga hernia diskale, po? Po. Dhe
jam mësuar në kësa qipera, dhe para 10 ditësh tani më ka blokuar kompletësande, dhe kanë time s'ka durushme. Edhe njëherë të lutem para disa ditësh çfarë? Më ka blokuar kompletësande dhe i kam time s'ka durushme. Para keni disa ditë që keni blokim të 10 ditësh. Dhe ka marrë disa qipera dhe disa kokra dhe më thënë, vëkrat më ndjej që ti. ndjen shqetësim të këmbës. Po, që kam të mbarë. Po. Faleminderit për telefonatën. Atëherë zonja Vuante për disa kohësh nga hernia hernia diskale. diskale. Atëherë dhe hernia diskale është një problem që takohet shpesh në praktikën e ortopedëve. Hernia diskale në vetvete nuk kupton një rrëshqitje të diskut të artikulacionit midis vertebrave, i cili sjell dëmtimin e nervave të cilat dalin nga shtylla kurrizore. Në bazë të në varësi të asaj se sa e madhe është kjo hernia, bëhet dhe kurimi i kësaj hernias. Për të diagnostikuar një hernia, përveç konsultës dhe ekzaminimit klinik, kërkohet dhe një ekzaminim me aparate, më i mirë filti për të diagnostikuar një hernia diskale është një rezonancë magnetike. Në qoftë se zonja flet me bindje që ajo ka hernia diskale, unë mendoj se ajo e ka kryer një rezonancë magnetike, ose në qoftë se nuk e ka një rezonancë magnetike, duhet të konsultohet me një mjek për të vërtetuar hernia diskale. Në bazë të diagnostikimit, në bazë të rezonancës magnetike, vetëm atëherë mund të vendoset për trajtimin e hernias. Në qoftë se hernia nuk është shumë e madhe, po e quajmë shumë e dalë, nuk e dëmton nervin, atëherë ajo mund të trajtohet me mënyrë konservative. Në qoftë se është e madhe, hernia diskale trajtohet pranë spitalit amerikan në mënyrë kirurgjike. Kjo nuk kupton heqjen e hernias, ose si quhet dekompresimin e këtyre vertebrave nga hernia, e cila sjell rezultate shumë pozitive. Kështu që ju sugjeroj që të drejtoheni për një ekzaminim më pas të vendoset për trajtimin e mëtejshëm të pacientës. Duke të falenderuar për zemërsisht që ishit i pranishëm sonte me ne në studio, që pranuat ftesën për atë ishit i pranishëm. Faleminderit për ftesën juve. Duke, si që pam dhe në pjesën e dytë emisionin ne kishim një fluks telefonatash, pra ishit një augur i mbarë për emisionin ton në këtë sezon të ri. Të falenderoj edhe njëherë për zemërsisht. Edhe juve faleminderit për ftesën. Shpresoj që Spitali Amerikan dhe unë bashkë me të gjithë stafin e Spitalit Amerikan, përveç se këtu të ofrojmë të gjitha shërbimet për të gjithë personat që kanë nevojë. Faleminderit dhe njëherë. Të nderuar teleshikues, edhe ju faleminderit që ndruat për gjatë këtij emisioni, gjatë një ore, pranë televizionit Apollon, duke ju lënë në shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkëmirupafshim. Kaq ishte. Medicina, Spitali Amerikan.